Shikues nderuar të televizionit Besa, në kuadër të angazhimeve që përbën drejtoria e inspektorateve në qytetin e Prizrenit dhe për punët e suksesshme të cilat është duke i kryer, do të bashkëbisedojmë me drejtorin e drejtorisë Islam Kujmeri, me cilin do të bisedojmë se cilat janë prioritetet e kësaj drejtorie dhe në fakt çfarë po bën kjo drejtori aktualisht. Zotëri drejtor, jemi të interesuar për të mësuar cilat janë aktivitetet aktuale të drejtorisë suaj. Po, siç e ndjeni ju dhe gjithë qytetarët e komunës Prizrenit, drejtoria e inspektorateve ka disa prioritete, por këtë vit prioritetet janë sidomos zbatimi i lishmërisë është prioritet jo vetëm por çdo tan kohën, tan vitet paraprake që kanë qenë dhe këtë vit zbatimi i lishmërisë është ndalimi i ndërtimeve dhe punimeve ilegale, mbrojtja e ambientit dhe lirimi i hapësirave publike, si dhe mbrojtja e konsumatorit. A keni probleme në punë dhe në angazhim, sepse këto janë mjaft të ndihshme sa i përket punës dhe angazhimit? Po, kemi raste dhe ku kemi, por duke respektuar ligjin dhe duke respektuar gjitha procedurat sipas ligjeve që janë në fuqi, ne i tejkalojmë edhe këto raste dhe këto probleme që janë të vogla. Çfarë do të veçoje ose cilat do të veçoje nga aktivitetet cilat aktualisht është duke i kryer drejtoria juaj? Sepse ju keni angazhime të shumta, qofshin ato nga tereni, pastaj nga ndërtimet e larta të ulta, hapësirat publike e kështu me radhë. Por prioritetet që janë duke vazhduar tash në drejtorinë e inspektorateve është lirimi i gjitha hapësirave publike, është ndalimi dhe inspektimi i gjitha ndërtimeve dhe ilegaleve, inspektimi i gjitha lejeve të pajisura nga drejtoria e urbanizmit, rregullimi i hapësirës publike kur siç e dini edhe ju edhe gjithë qytetarët të komunës Prizrenit që në Shadrevan pas investimit që bërë Shadrevani, ke bërë rregullimin dhe vendosjen e tavolinave dhe karrikave dhe çadrave në Shadrevan, kur jemi duke bërë inspektimin e gjitha ata që shfrytëzojnë hapësirën publike, që janë duke respektuar ato pika ku kemi vendosur në koordinim me drejtorinë e urbanizmit. Dhe tash, siç e dini edhe ju që kemi filluar nga muaji qershor që dhe kemi edhe kujdestari, nga ora 16 deri në orën 24, do të ketë kujdestari edhe gjatë stinës së verës, për shkak që vinë shumë bashkëdhëtar dhe ka shumë turista që vizitojnë qytetin e Prizrenit, dhe ne jemi duke inspektuar edhe mas orarit, domethënë mas orës 16 deri në orën 24 ka inspektor kujdestar gjatë 3 muaj të verës, domethënë muajin qershor, korrekt dhe gosht. Kur jemi tek Shadrevani, në fakt ju keni vendosur disa pika referuese, në fakt sa po zbatohen ato pikat dhe inspektorët e juaj apo kanë probleme ose kanë paraqitur deri tash ndonjë problem të kësaj natyre? Por në fillim kur kemi vendosur pikat për vendosjen e tavolinave, karrikave dhe çadrave, kemi hasur në disa pengesa të vogla, po me kalimin e kohës edhe gjatë inspektimit të inspektorëve, përgjithësi është duke funksionuar mirë dhe janë duke respektuar gjithë ata që shfrytëzojnë hapësirat publike. Çfarë ke tash në këtë verë, siç e përmendësh ju, sepse po vinë edhe grupetçarë, cilat janë aktualiteti i drejtorisë suaj ose cilat janë prioritetet e punës, cilat i ka drejtoria e inspektorateve, sepse është njëra nga drejtoritë e rëndësishme të Prizrenit? Prioritetet e drejtorisë gjatë muajit të verës është lirimi i hapësirave publike, respektimi i pika ku janë vendosur në Shadrevan që i shfrytëzojnë hapësirat publike, ndalimi i gjitha punimeve ilegale, në këtë rast inspektimi i lejeve dhe ndërtimit. Gjatë muajit qershor kemi bërë inspektimin e gjitha shkollave që janë përreth gjitha lokaleve afariste që bën shitjen e duhanit dhe alkoolit, dhe kemi bërë gjitha inspektimet përreth shkollave dhe monumenteve fetare që të ndalojmë gjitha ta, edhe kemi gjubitur shumë biznese apo markete të ndryshme që kanë bërë ekspozimin e duhanit dhe që kanë leju shitjen e alkoolit në moshën 18 vjeçare. Dhe ka qenë një ndër aksione më të suksesshme kur e kemi bërë ndalimin, pasi që shumë përreth shkolla ka shumë dyqane që shesin duhan dhe alkool, dhe kemi bërë ndalimin e tyre dhe tash ka rezultuar me sukses ai aksion. Drejtoria juaj drejt për drejt ka arsye ose duhet edhe të ketë lidhje direkte me policinë e Kosovës. Çfarë bashkëpunimi keni këtë rast me policinë, cilat bashkëpunime i bëni me shkollat dhe me udhëheqësin e drejtorisë së arsimit? Me policinë e Kosovës, faktikisht në Prizren kemi një bashkëpunim shumë mirë. Na u përgjigjen me kohë, në shumicën e rasteve sa kanë kërkesë edhe ne ju përgjigjemi. Koordinimi është edhe bashkëpunimi është shumë në nivelin e duhur. Kemi bashkëpunim edhe me qendrën historike në QRTK në këtë rast, kemi diskutime dhe takime të shpeshta, si dhe gjithë kërkesat e tyre,
që delegohet tek ne në drejtorinë tonë, ne njëherë veprojmë. Kemi takime me organizata jo qeveritare, kemi takime edhe të diskutojmë edhe me drejtori tjera në komunën e Prizrenit, siç është drejtoria e arsimit, drejtoria shërbime publike, shumë drejtori tjera, kur ne çdo kërkesë e drejtorive ne veprojmë më njëherë sipas kërkesës tyre në terren. Përmendet ju në fakt ndërtimet e larta, sa i përket ndërtimet e larta, si që ndronë në raporti, sa inspektorët kanë aktivitet, ose cili është aktiviteti tyre këtyre ditëve të verës? Tham të drejtën, ndërtimet e larta 3 vitet e fundit kanë marrë një hot madh në Prizren. Ka filluar një ndërtime shumë të larta të ndërtesave të larta në Prizren. Edhe pse numri i inspektorëve nuk është aq i mjaftueshëm për gjithë këto ndërtime që janë, po jemi duke ja dalur, inspektorët janë duke inspektuar gjitha ndërtimet edhe nuk kemi pas deri tash probleme, ka disa probleme të vogla, po ato probleme janë eliminuar dhe po mundohemi sa më shumë të jemi në inspektim të ndërtimeve të larta që të mos bëjmë ndonjë gabim, qoftë ne si inspektorat, por qoftë ndërtuesit që mos bëjnë ndonjë tejkalim, që mos të respektojnë edhe lejet që janë të pajisur nga urbanizmi. Unë e di se tani më kryesisht ka disa kompetenca më shumë se inspektorati Avuku me qemi në kohë të nxehtë dhe kur natyrisht gjërat ushqimore ose dhe lokalet sa i përket shitjes së prodhimeve ushqimore, kush i kontrollon dhe sa a keni dhe ju angazhime në këtë drejtim? Thëmë të drejtën, 3 sektorët kysh, një vit nëse mi marrë në pushtet, faktikisht në 2021 dhe në vitin 2022, kanë kaluar në agjencionin e Avukut, në agjencionin e ushqimit, veterinarisë. Janë sektore shumë të rëndësishme për qytetin, jo vetëm për qytetin Prizren, por gjithë Kosovën. Dhe ata nuk menaxhohen nga drejtoria e inspektoriateve. Por ne si drejtori, çdo herë i dalëm i ballë qytetarëve dhe çdo ankesë, sidomos qytetarët të ankohen në drejtorinë e inspektoriateve, mendojnë që ende janë në menaxhimin tonë. Edhe pse s'janë në menaxhimin tonë tek drejtoria e inspektoriateve, ne më njëherë veprojmë dhe i kontaktojmë me ta dhe i koordinojmë me ta që të veprojmë, që të i mbrojmë qytetarët gjithë qoftë të skadimi afatë apo të ndryshimit të çmimit. Gjitha kompetencat që janë në agjencionin e Avukut, edhe pse nuk janë kompetencën tonë, por në koordinim me ta veprojmë që qytetarit të mos hasë ndonjë vështirësi. Ju e përmendët problemin e numrit të inspektorëve. Në fakt, sa inspektor duhet kishte drejtoria juaj për të pasur një efikasitet më të madh? Po nëse bisedojmë për inspektorët e ndërtimit, numri i inspektorëve të ndërtimit, edhe pse pjesërisht është i mjaftueshëm, ka nevojë ende për inspektorët e ndërtimit, se e dini edhe ju edhe gjithë qytetarët se ndërtimet në komunën e Prizrenit 3 vitet e fundit kanë marrë një hap kaq të madh. Dhe numri i inspektorëve për gjitha këto ndërtime është i madh. Mundësitë janë të caktuara dhe nuk kemi shumë mundësi të rekrutojmë inspektorë të ri, nevoja është shumë e madhe, po jemi duke dalë edhe me këta palë angazhimit tëne, jemi duke dalë mbajtë. Çfarë u desht me të pyet unë, por që harrova në fakt që ti është dashur ua thoshte shikuese sa i përket punës së inspektoratit në Prizren. Sa i përket punës së inspektorateve, ne jemi çdo herë pranë qytetarëve, edhe çdo punë që çdo ankesë faktikisht që vjen te ne veprojmë një herë. Andaj i bëj thirrje edhe qytetarëve, ankesat që i kanë apo çdo sen që vëzhgojnë apo që e shohin që ka ndonjë parregullsi në qytet apo ndonjë fshat apo kudo që e vrejnë ndonjë parregullsi, na informojnë dhe inspektorët janë të gatshëm të dalin brenda ditës, dalin dhe të veprojnë në ato raste që janë të ndjeshme. A mund të marrë një mesazh tuaj për këtë rast për qytetarët e Prizrenit? Po, mesazhi im edhe drejtorisë inspektoratit është që bëj thirrje të gjithë ndërtimtarëve apo të gjithë ata që mendojnë të ndërtojnë qoftë ndërtime të larta apo shtëpia apo objekte afariste, që të pajisin me leje, të shfrytëzojnë drejtat e tyre ligjore, të marrin leje, të respektojnë lejen, pasi që çdo mos respektim i lejes apo çdo objekt që është pa leje, ne duhet të veprojmë si inspektoriat, edhe pse është pa dashjen tonë, por ne duhet të zbatojmë ligjin dhe nuk duhet të kemi tolerancë zero ndaj të gjithë atyre që nuk e respektojnë vendimet apo proceset apo procedurat e inspektoratit. Andaj bëj thirrje që të pajisin me lejen e ndërtimit urbanizmit dhe të respektojnë lejen e urbanizmit që e marrin për ndërtim. Gjithta lejet që i marrin të respektojnë me prekmëri. Ju falenderoj shumë për Faleminderit. Miq të nderuar të televizionit Besa, kjo ishte intervista me drejtorin e inspektorateve në komunën e Prizrenit me zotrin Jukimerin, i cili natyrisht tha se gjitha aktivitetet edhe pse me numër të vogël të inspektorëve po arrin që t'i kryejnë dhe të jenë të suksesshëm. Deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.